shikues, mirë mbrëma, jemi sot prap në podcastin e Liris, në podcasti Okult, ku gjërat nuk thuhen ashtu si çdo qeveria botërore dhe pjesa e qeverisë botërore këtu në Tiranë, por thuhen trosh ashtu siç i mendojmë dhe siç i dimë ne, dhe që mund të jenë gjërat shumë afër realitetit se ato që thuhen zyrtarisht. Dua t'i kujtoj të gjithë ndjekësit tanë të cilët në ndjekin në këto moment nga linqet që hedhim në poshtë përpjet apo direkt nga YouTube-it, mos harrojnë t'i bëjnë një subscribe kanalit ton, sepse së shpejti do të arrim ke 10.000 shikues brenda disa muajve. Kjo është një rezultat jo i keq, rezultat i mirë, po që mund të ishte edhe më shpejt me mbështetësit dhe ndjekësit ton, sidomos ata që në ndoqën gjatë periudhës së viteve 2020-2024, kur ne luftonim kundër diktaturës botërore që kërkoi të vendoste OBSH-ja në gjithë botën dhe që e vendosi dhe këtu në Shqipërinë përmjet qeverisë socialistëve, të cilët i quan shqiptarët drejt helmit me atë logon Shqipëria buzëqesh duke u elmuar. I smuri njerëzit, i çoi më pranë farmacive, pasojat më të këqija do të vinë më vonë, se ende nuk kanë ardhur në maksimum, megjithëse shumë probleme kanë sjellë vaksinat, siç e tregojnë shumë njerëz me të cilët ne bisedojmë, por që dhe studiojmë dhe lexojmë në botë. Gjykata Supreme e Shtetet e Bashkuara i shpalli procesin e pandemisë që u zhvilluan Shtetet e Bashkuara si një proces kriminal dhe ku nuk është çudi që një ditë të dënohen të gjithë ata që drejtuan këtë proces kriminal. Falenderojmë sponsorat tanë të emisionit ton, të cilët vazhdimisht do të dalin këtu në anën ton, dhe ju kujtojmë të gjithëve që kush kërkon të shikoj me titra emisionin ton, me çfarë do lloj gjuhë tashmë mundson YouTube-in. Gjithashtu njoftojmë se ne kemi dhe një gazetë në Google ku mund ta kërkoni me të shkruar shqipokult.org, kështu siç e keni të shkruar këtu ku ne e pasqyrojmë në ekranin ton. Sot jam në një bisedë me mikun ton të përhershëm, zotin Olsi Yazexhi, nga Malajzia, ku ai punon atje si pedagog dhe është thotë që e ndjej veten më ratë se sa aty ke ju, thotë se nuk kam mbi kokë, thotë këta patronazhistët dhe këta socialistët sy shqiponja. Në bisedën që po bënim tash paraprakisht me Olsin. Përfunduan një palë zgjedhje, ka njerëz që për komentet e tyre sharlatan dhe njerëz që se njohin realitetin dhe që s'me njohin mua, ndonjëri prej tyre dhe thotë që këtë cakun mund ta ketë Bler Berisha, sepse ata nuk e kuptojnë që detyra kryesore e analistëve dhe gazetarëve është të luftojnë dhe të përleshen në kuptimin figurativ së fjalës, sigurisht nëpërmjet fjalëve dhe ideve, me qeverinë dhe me ata që menaxhojnë paratë tona, që të mos na i vjedhin, mos na poshtërojnë, mos marrin të drejtat tona kushtetuese, t'i shkelin me këmbë, qoftë në mënyrë të hapur dhe qoftë në mënyrë të djallëzuar, që nuk ngrejnë standardin e jetës sonë, që janë të korruptuar dhe që nuk lejojnë ngritjen e pensioneve, të pagave, megjithëse të ardhurat në buxhet janë rritur shumë, që investimet që bën sektori shtetëror në bashkëpunim me sektorin privat të mos vidhen në një mënyrë të tmerrshme, në një vend ku njerëzit vetëm ankohen dhe vazhdojnë të votojnë në të njëjtën parti dhe të njëjtin lider suprem, i cili denoncohet nga bashkëpunëtorët e vet të afërm që pi shishe me verë nga 30.000 euro, që shton vlerat e shpenzimeve në për tenderat e punëve publike të marra nga sektori privat nga 50 milion euro, sikur i ka paret e babait të vet, bëhet fjalë këtu për tunelin e Llogaras, ku me incineratorët janë mbjedhur qindra miliona euro dhe spaku nuk vepron, ku me ato dy anijet atje në Vlorë vidhen çdo ditë nga 50-60.000 dollara, nuk e di se sa, se duhen parë me kujdes ato,
shifrat, ku 1 kilometër rrugë nga Kashari në drejtim të autostradës së Kosovës u bë me mbi $40 milion në fush ku është hedhur vetëm pak zhavor dhe ku rruga ka filluar të çahet me shtres të hollë betoni, pra të bera, pa cilësi dhe shpejt. Dhe një vend ku arsimi ka dhe shëndetësia kanë degraduar dhe ku vetëm vidhet dhe me gjithë shtohen fondet për spitalet dhe për shërbime shëndetësore, gjendja shëndetësore, me gjithë shqiptarët të ikin, farmacit shtohen, ilaçet që konsumohen shtohen, pra përkeqësohet gjendja e shëndetit publik dhe nga arsimi të gjithë, ata që kanë 5 lekë kërkojnë të arsimojnë fëmijët e tyre në për shkollat e tjera jashtë vendit. Në një vend ku shqiptarët po largohen gjithnjë më shumë, kur një parti, si që është Partia Socialiste, ose ish Partia e Punës, ose ish Partia Komuniste, ka mbi 70 vjet që qeverisë të vend dhe u jetë pajin të tjerëve, ku Edi Rama në zgjedhjet në fillim të 2013-ës premtoi që do të sillte ujë brenda një 4 vjeçari dhe nëse nuk sillte ujë 24 orë në të gjitha qytetet dhe fshatrat e Shqipërisë, ai do të jepte dorëheqje, ku fjala dorëheqje nuk njihet, ku bëri një fushatë vetëm duke u tallur me njerëzit, pa program, pa ju treguar asgjë, pa bërë asnjë kontratë me popullin, dhe populli përsëri e voton dhe ja e fajin Berishës, i cili ka 12 vjet i larguar nga pushteti. Sigurisht që opozita ka mëkatet e saj, por opozita erdhi mbas një knockdowni të rëndë, ku kryetari i partisë më të madhe Sali Berisha ishte i burgosur në shtëpi, Ilir Meta, kryetari partisë tjetër opozitare me Ramën vitet e fundit u burgos dhe u fut në burg, ish presidenti, ku kryeministri i Shqipërisë, domethënë kryetari i opozitës, ish kryeministri dhe ish presidenti Sali Berisha, mbahet në ndjekje nga spaku me proces që është për çështjen e klubit Partizani, që në pamje të parë është plotësisht i ligjshëm dhe një gjë që e ka votuar parlamenti nuk mund të gjykohet, dhe ku të gjitha procedurat e privatizimit të atij territori, pavarësisht se mund të ketë nga mbrapa njerëz të afërt të ish kryeministit Sali Berisha që kanë përfituar, por spaku nuk ka çfarë bën me çështjen e klubit Partizani dhe sigurisht që nga nxitimi me urdhrin e ambasadores amerikane ngriti një proces që të mbante gjithë familjen e kryeministrit dhe të kryetarit të opozitës Sali Berisha në një pamje negative dhe njerëzit thonë që të largohet Berisha pavarësisht se thonë ky që ka vjedhur nuk ka faj, ky që ka përdorur gjithë administratën shtetërore. Mirë po, gjërat kanë ndryshuar sepse tashmë është një lubi e madhe siç janë Shtetet e Bashkuara, të cilat nuk po njohin zgjedhjet. Do shikojmë si do veprojë dhe Mersi Gjermanisë, që është një parti e qendrës së djathtë, po që unë mendoj që do t'i njohë zgjedhjet pavarësisht se Berishën e konsiderojnë si aleatin e vet në Shqipëri, pasi Mersi është një pjesë e strukturave globaliste të Evropës. Olsi, pas kësaj paraqitje që bëra paksa të gjatë, fjala është për ju për të komentuar zgjedhjet, në çfarë lloj këndvështrimi i shikoni dhe çfarë perspektive mund të hyjë Shqipëria, a mund të rregullohen disa nga gjërat më negative dhe si e shikoni ju tundjen e flamurit kryesor të fushatës së Ramës, që ka qenë dhënia e pasaportës dhe futja e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Duket që gjeopolitika me realpolitikën nuk po ecin paralel dhe evropianët kërkojnë ta tkurin Evropën, ndërsa Rama premton që Evropa do të zgjerohet. Nesër ata vinë në një takim në Tiranë. Si e shikoni ju gjithë panoramën për këtë që paraqita unë? Fjala për ju, Olsi. Panorama për mendimin tim është tepër e zymt, Fredi. Zionistët, sigur po flisnin përpara se të lidhnim, risollën në pushtet Edi Ramën, sikur kanë sjell Abu Muhammed al-Gjolanin në Siri, për të shkatruar Sirin, sikur sollën Zelenskin në Ukrainë,
për të shkatruar Ukrainën dhe për fatin e keq të popullit shqiptar, shumica e atyre që votuan, se domethënë nëse s'jam gabim më pak se 40% e popullit ka votuar, Diçka më shumë, 42%. 42% Sepse kanë hyrë edhe 190.000 emigrantë afërsisht, prandaj është rritur ai numri i votimeve. Po ti heqim këta emigrantët, i Po, bie më pak se 40%, se këto votat e emigrantëve thuhet që Rama i ka manipuluar sikur ditë i bëj ai. Po, janë rreth 56% deri tash që janë pro Partisë Socialiste dhe flitet që ka një manipulim dhe gjoja do hetohet, po dihet që s'paku punon për Edi Ramën. Kanë mbushur thesat apo kanë bërë sikur bën me votimin e Bidenit në Amerikë, domethënë. Se ky është edhe gabimi i opozitës që kërkoi votën e emigrantëve. Domethënë vota e emigrantëve si është? Domethënë ti lejosh Ramën, domethënë është si të lësh ujkun që truaj kopën e deleve. Kam vjedhur votat, po megjithatë që dalin tek hyrja që bëri ti, është një fatkeqësi për Shqipërinë. Tani Rama që nëse s'am gabim unë ka rreth 82 apo 83 deputet në parlament, ai do blej 1-2 nga këta të Tom Doshit aku dëgjon dhe ka fuqinë që edhe të ndryshoj kushtetutën. Pra në Shqipëri zezën në këto 4 vite e pret një ardhme shumë e keqe. Shqiptarët, edhe pse Rama u shkatroi vendin, u shkatroi ekonominë, u ka rritur inflacionin. Ta jap një shembull, nëse unë kam patur $10.000 në kohën e Sali Berishës, dhe me ato $10.000 bleja një cop tokë, ku e di unë, në qarret e tjera, unë me $10.000 sot nuk bëj dot as mobilimin e banesës time. Sepse një banesë që fjala bie unë e kam vlerë në Tiranë përpara 20 vitesh. E kam vlerë për $20.000, sot ajo banesë bën $100.000. Pra Rama e ka bërë Shqipërinë të pabanueshme. Shqipëria domethënë është kthyer ashtu sikur Kanadaja apo Amerika, vend ku vetëm ata që presin paran do arrin që të kontrollojnë tregun e pronave, ndërsa qytetari thjesht, ai që punon, ai që është me rrok, do të ngeli si skllav. Sot, me qenë se ra fjala, po diskutoja me disa studentët e mi teorinë e Muammar al-Gaddafit, teorinë e tretë që ka Gaddafi, dhe teorinë e konceptin e Xhamahirias, që Gaddafi zhvilloi gjatë kohës kur ai ishte lideri i Xhamahirias arabe libiane, dhe ndër të tjera më bëri përshtypje në atë që quhet Green Book apo libri jeshil që ka shkruar Gaddafi. Gaddafi i quante këta bankierët dhe këta që kontrollojnë pronat, si Jack Pierce e popullit. Gaddafi thoshte që gjithë populli duhet të posedoj banesën ku ai jeton. Por Rama, domethënë çfarë i ka bërë është që ka ndërtuar këtë tregun e pastrimit të parave nëpërmjet ngritjes së çmimeve të ndërtesave, që ai i ngrin me vendime qeverie, sa herë thot për shembull në Durrës metri katror për shembull mund të jetë 500 euro, ai bën tjetër qeveria do t'i bëjnë 2000 euro, thotë. Edhe të gjitha këto pse i bën ai? Ai i bën këto për disa arsye. E para, hajdutrit e tij dhe ata që kanë para, dhe zionistët që i kanë legët me thes, ti blejnë këto banesa. E dyta, duke rritur inflacionin, i vjedh njerëzve parat që ata kanë kursime, fjala bie unë kam punuar në Malajzi, kam punuar 10 vjet, 20 vjet dhe kam bank 20.000 euro. Unë me këte 20.000 euro, kur çmimet ishin tulta, unë planifikoja që me 20.000 euro do jetoja 5 vite. Kupton? Por çfarë bën Rama? Duke rritur inflacionin, e para rrit paran që ai fis dhe paguan borxhet në zionistëve, e dyta i vjedh qytetarët. Se nëse unë një qytetar që kam 20.000 euro, me këto 20.000 euro, kur çmimet ishin tulta, unë do të jetoja 5 vjet, me këtë inflacion që ky i bën, rritje që i bën, është një farë skeme piramidale, se Rama është një farë sudeje, zionistët janë sude, që rritjen që i bën ndërtesave, ushqimeve etj,
i vjedh lekët qytetarëve. Se çfarë është paraja? Paraja është punë e konvertuar në mall. Domethënë, unë punoj 5 vite, mbledh po e zëm 20.000 euro. Me këto 20.000 euro që unë kam mbledhur në këto 5 vite, unë do jetoj 5 vite. Do jenë ushqime që unë do haj. Por ky çfarë bën duke rritur inflacionin, ky më bën mua që me ato 20.000 euro unë mos jetoj dot 5 vite, po jetoj 1 vit. Dhe nëse fjala bie në 5 vite unë do haja, ku dëgjon, 1 kuntal grur, unë i bie që këtë 1 kuntal grur unë nuk e blej dot më, po unë do blej vetëm 200 kg grur që do të jetoj vetëm 1 vit. Është një spekulim që bëjnë zionistët me botën dhe kjo është diçka historike që ata kanë bërë. Biles njihet historia e qytetërimeve që në Romën e lashtë e tjerë, kur sundimtarët duan t'i vjedhin popujt çfarë ata bëjnë, ata rrisin inflacionin. Duke rritur inflacionin është që rrisin çmimet. Duke rritur çmimet, çfarë bëjnë? Ata u vjedhin lekët qytetarëve nga xhepat pa ata e kuptuar. Fjala bie, nëse unë në Tiranë përpara 5 viteve me 1 milion lek kaloja muajin dhe haja e bëja qef, mua tani më duhet 5 milion lek. Çfarë do të thotë kjo që unë jam i vjedhur? Dhe domethënë Rama këtë po i bën shqiptarët. E para, e dyta, vendin duke e zhytur nëpër borxhe, sikur përmendët ju rastin e tunelit të Llogaras e tjerë. Domethënë Rama ka gjetur që mënyra më e mirë për të vjedhur lek është në justifikim të investimeve publike. Ati nuk i dhimbset fare, domethënë që ky është duke vjedhur qytetarin shqiptar, ai thot futja. Dhe kjo është tregon kriminalitetin dhe urrëtin që ai ka për shqiptarët. Dua të t'jap një shembull, Fredi. Në vitin 2003, kur unë kthehem nga Malajzia, në atë kohë punoja për një kompani gjermano-turke që e kishte një miku i Ahmet Davutoglu's, ku ndër tjera hymë edhe në tender, fituam këtë tenderin për ndërtimin e pastrimit të ujrave të zeza në qerret të Kavajës. Edhe pse kompania jon hyri me çmim më të lirë, ministri i ndërtimit asaj kohe Besnik Dervishi ja dha një kompani gjermane që hyri në tender me 3 milion euro. Më shumë se sa ne, ishte rast korrupsioni, luftuam në Gjermani, KFV, shkuam në Berlin e fituam ne. E mbaj mend në atë kohë, kam shkuar në Velesh të Maqedonisë me shefin tim që ishte drejtori i kompanisë, edhe mbaj mend ndër të tjera që kur shkuam në qytetin e Veleshit, ata kishin problem me ndotjen e ujit të Vardarit, nëse s'kam gabim, të lumit, e që qyteti kishte industri dhe këto industri derdhnin mbetit e tyre në lum. Edhe mbaj mend në atë kohë që ky drejtori im që ishte gjerman i bën propozim kryetarit të ujësjellësit të Veleshit, i thot ne do të gjejmë ty borxh nga Gjermania që ti ndërtosh një impiant që të pastrosh ujërat, mos ndotet lumi. Edhe di çfarë na tha ai maqedonesi që ishte kryetari i bashkisë të Veleshit, tha në këto momente tha qytetarët e mi paguajnë vetëm 2 euro në muaj për ujin. Dhe se ky drejtori im gjerman i bëri llogaritje duke di sa milion dollar do merrte borxh qyteti i Veleshit, dhe kjo do bënte që pagesa që do bënin mujore qytetarët e Veleshit për ujin do shkonte nga 2 në 5 euro. Ai filloi të qante. Dhe unë u preka pse? Nga që pash që në Ballkan ka akoma njerëz që i dhimben qytetarët e tyre. Ndërsa Rama dhe këta socialistët, unë e mbaj mend atëherë në 2003 ishte koha e Nanos, unë kudo që kam shkuar nëpër ujësjellësat e Shqipërisë, ku kam punuar nga 2003-2005, kudo që shkoje nëpër bashki, kudo që shkoje nëpër drejtoritë e ujësjellësave, gjeje vetëm ujqër. Ujqër që ishin të gatshëm t'i zhysnin qytetarët të tyre nëpër borxhe, t'i shkatronin ata, t'u arrisnin inflacionin, t'u arrisnin shpenzimet, vetëm që ata të vjedhnin. Dhe shive si kemi përfunduar neve në Tiranë, Fredi, të paktën kështu ka qenë deri vjet, nuk e di çka ka bërë pasi e fullën në burg këtë kërmën, Lalierin. Domethënë, ne në Tiranë, unë e mbaj mend vitet 2000 ne paguanim 2000 lekë muaj për taksa. Jo. Tash i ka vajtur mbi 30.000 lekë, 30, 40, 50, varet nga shpenzimet, po Bravo. ata që paguajnë sot 50 kanë paguar dikur 7.000 lekë, 8.000 lekë vjetra. Pra, domethënë ky kanceri që e vraftë Allahu aty ku është në burg, Erion Velia,
Në qoftë se unë s'jam gabim kur isha unë herën e Pra, fundit. i ka rritur rreth 8 herë për 5-6 vjet ky Erion Veliaj. Vetëm taksën më menu, vetëm taksën, nëse s'jam gabim, ka qenë 8.000 lekë. E njëjta gjë ndodhi edhe në Durrës, në kohën e pandemisë, kur mua edhe më hapi proces penal Rama me Sandor Lleshin edhe antiterrorin për hapi paniku kundër koronës, kur i shpjegohej sigur puna jote, i shpjegonin shqiptarëve se çfarë ishte korona, ishte thjesht një sulm biologjik i orkestruar nga amerikanët, nga administrata e Mike Pompeos në atë kohë për të luftuar Kinën e tjere për të vjedhur paratë e njerëzimit. Edhe në atë kohë jetoja në Durrës nga që ishte më vështirë për policinë që ta kontrollonte se Tirana u fut në shtet rrethim. Edhe mbaj mend neve në Durrës, unë kam patjetuar në plazh, paguanin vetëm 2.000 lekë për taks për ujësjellsin për qytetin. Tani taksa edhe në Durrës me këtë çamen e bandave Durrësit që ka vendosur Rama aty, ka shkuar taksa e qytetarëve 8.000, 9.000, 10.000 lekë muaj, vetëm taks. Edhe dua të them që Rama me regjimin e tij vjedh çdo shqiptar. Qoftë edhe këta paktic, këta patronazhistët, këta fakirët që punojnë në ujësjellse, në pastrime, ku dëgjon, që punojnë që e kanë votuar, Rama i ka vjedhur gjithë. Por e votuan. E para, e dyta është që, sikur përmendëm, rreth 40% e shqiptarëve kanë votuar, dhe i bie që 60%, domethënë në 10 shqiptar 6 thjesht kanë vendosur që ta abstenojnë dhe ta lejojnë këtë plerë në pushtet. Dhe muhabeti është që ky plerë, ky kriminal është aq njëri pa shpirt, se ky nuk do ta di. Unë ky ka gjetur shqiptarët dele, thotë. Shiko, Olsi do të tregoj një diçka që ta dinë edhe këta shikuesit. Mamaja e Edi Ramës, Neta, kishte lexuar disa libra të shtëpisë time botuese. Dhe ka qenë ndoshta nga viti 2012, 2013, dhe unë kisha botuar Mein Kampfin në atë kohë dhe po bënte si buj kështu, se po vinin nga gjithë bota që kërkonin dhe nga IPAC-u, nga Kongresi Botëror i Gjujshve, erdhi ajo kryetarja që ishte sekretare e Hillary Clintonit, atje punonte me Hillary Clintonin, dhe kalova një ditë me Mojkom Zeqon, kishte shtëpinë aty Mojkom Zeqoja pranë ish ekspozitës Shqipëria Sot, ku po ngrihet një pallat i madh tash aty ke 88, tash i lokal. Edhe rinim her pas here kështu, dilnim, edhe shikojmë Netën, gruan e maman e Edi Ramës, duke bler rroba kegabi aty në një nga ato cepat aty afër lanës, na i sheshi me Algrameno aty afër. Edhe mua më kisha rastisur e kisha parë 2-3 herë aty, domethënë për periudha gjata, kështu, një herë në 7-8 muaj në vit, aty vinte merrte në një çantë, në një vjetërsire aty kur ky ishte kryetar bashkie. Edhe më thot Mojkomi shkret, thot se ndjes pas se ka qenë burr i lartë me në nivelet domethënë intelektuale shumë superiore ndaj këtyre njerëzve të zakonshëm që merren me kulturë, dhe më tha mua, i foli Netës kështu, edhe më tha mua, i shkreti Kristaq, tha, për teatrin e Ramës, tha, theshte gjithmonë, tha, kur ishi më të rinj, që e kam Netën e smur, dhe ishte i shqetësuar gjithmonë për Netën, tha, dhe iku veti pari, megjithëse dukesh që kishte shëndet të mirë, tha, dhe kjo Neta, tha, jeton akoma, tha, dhe ka shëndet të mirë. Edhe Neta kishte lexuar një libër timin, më duket se atë librin Bibla e Satanait, edhe ishte dhe duke bërë buj atëre kjo çështja e Mein Kampfit, pse i kisha botuar për të më dënuar kështu për të hapur proces prokuroria, dhe mua më bëri përshtypje që kjo disa herë aty blinte rroba ke gabi, e kishte bler më duket një përparse kështu, ase ç'kish bler aty, e kish mbështjellë në dorë. Edhe na foli, më tha mua, tha, ki kujdes sa me këta, tha, se je në situatë të keqe kështu. E mirë, edhe i thash unë, po mirë, i thash, pse ble këtu ke gabi, se ishte kryetar bashkies, ishte keq ti blinte i mësall ti emës, ose kupton, më tha mua, ri, tha, mos ma barku tash, tha, se s'flas dot, tha, rirat, tha, domethënë kupton. Imagjinoja tash, ky lindet të emën kur ishte kryetar bashkie dhe ku e kanë akuzuar për korrupsion të lartë, për 20% për çdo pallate, për çdo ndërtim, dhe
nuk i blinte të jemës, ka që i pashpirtisht e linte të jemën të blinte roba të gabi. Si mund t'i dhim se në këti shqiptarët? Unë di historira me dhjetra, me qindra, ja u ka futur shokëve të vetë të ngushtë, ju ka prishur lokalet, ju ka bërë, do më thënë, të parve atyre, do më thënë, është njeri i pashpirt, si mund t'i dhimsen ati shqiptarët. Fare, zero. Se dim historira pa fund, kemi dajnëtur me Gim Radën, kemi dajnëtur me Mojkomin, me njerës që njojnë nga afër, na kam folur, na kam thënë, edhe njërë tjetër kam qërë me Sherif Delvinën aty, gati në të njëjtin vend, neta prapa ty blinte roba ke gabi, do e në turpi ma thashi, ne nuk kemi qenë të pasur, po nuk i kemi lem prindrit të blini roba ke gabi në asnjë moment, ja u kemi siguruar këto kushtet e nevojshme. Jo një kryetar bashkie të lërë nenën ke gabi, do e si Kadafi që i linte prindrit në çadër për të dukur edhe për të fituar pikë ndaj libjanëve. Nese, Polsi, do më thënë ishte një ndërhyrje që ju mbështeta për ato që ju thati që shqiptarët nuk e kuptojnë që ky është një vegël e ndërkombëtarëve dhe punon për ndërkombëtarët, ku do futë i ka futur, po vazhdon t'i futë vazhdimisht këta gjuhishët. Më kujtohet një nga këta gjuhishët kur e kam takuar njeri, ishte pronari një call centri, se gjithë të pisliqet ata i futin këtu, edhe ishte një djali i ri, relativisht i ri, një 35 vjetë, edhe ra fjala këshu, ka një, do më thënë, ky muhabet nga 2017, 2016, ra fjala këshu dhe e pyeta, i thash, si duket politika? Tha mua, Rama thash, oke, thash, shumë i mirë, tha. Berisha thash, i poshtër, tha. Berisha është i lik, tha. Poshtë Berisha, tha. Rama, oke, tha. Pse thonë ata këshu? Kot thonë që Rama është okej dhe Berisha është i poshtër, nuk thonë kot, kupton? Mos flasim për plagët që ka tashi dhe si duhet të ristrukturohet Partia Demokratike, megjithëse Partia Demokratike duhet thënë që luftën opozita shqiptare nuk e kishte me Ramën, luftën e kishte me Kill Luminatin, sepse Kill Luminati duket kjo dhe nga mbështetja e Starmerit, e kryeministrit të Izraelit, të cilët e përshëndetën me njerëzit, edhe thonë njerëzit mua këta, budalent, tha më ndje shkurtët, më thonë, shikone, mbështeti dhe i them, po nuk i ka dërguar telegram zoti, mor buri dheut, i them, i kanë dërguar ca njerëz, ca këllira që janë zgjedhur nga pakica për të shtypur dhe shkatruar dhe zhdukur shumicën. Nuk ja ka dërguar telegramin zoti, se po t'ja dërgoj zoti, ne gazetar duhet punojmë, duhet jemi me zotin, duhet jemi me shumicën, mos i lem që t'i luftojnë, t'i shkelin me kam, t'i lem pa bukët, të vuajnë, mos ken lek për spitale, mos ken lek për të arsimuar, mos ken lek për të blerë shtëpi, mos ken lek një 30% të vlerës së banesave të sotme që ta paguajnë si down, e të marrin 70% kredi, njerëzit nuk ju del rroga për të ngrënë bukë, 350-400 euro rroga mesatare ka qenë në perëndim në vitet 60, domethënë kush është përgjegjëse për këtë situatë në Shqipëri? Sigurisht e para Partia Socialiste. Pasaj dhe PD-ja për 12 vjetët e veta ka kusure edhe ajo të sajat, por kusuret kryesore i kanë këta të majtët. Olsi, qarë ke dëshirë të thuash në një tjetër në lidhje me zgjedhjet? Ka dalë në pa ky Blendi Gonxha dhe mund të po duket si një kandidat për kryetar bashkie dhe ndoshta edhe për të marrë stafetën e partisë. Rama ndoshta po përgatitet që të bëjë ndryshime kushtetuese për ta bërë Shqipërinë republikë presidenciale, që ai të ngelet në politikë dhe 2 mandate të tjera si president, pra dhe një 10 vjeç tjetër, dhe është 62 vjeç dhe 4-66 dhe mendon dhe 10 vjet ta mbyll 76 vjet në politikë. Si mendon ti do ta realizoj, apo kjo është një fitore si e Piros dhe si një fitore 26 majit e Partisë Demokratike në vitin 1996. Si e mendon, mund të ketë ndryshime, apo ky do të vazhdoj të qeverisi që dhe do të realizoj këto
projekte të cilat unë mendoj se i ka ndërmend ti bëj. Ju si mendoni, Olsi? Unë nuk e di se unë jam jashtë edhe jam larg edhe kur je larg është shumë e vështirë që U ersua ty, Olsi, shohim që u ersua. Po, jam është natë këtu bilet edhe po bie shi, nuk e di në dëgjon zhurma në Jo, shiu. unë nuk dëgjoj gjë. Se jam në balkon. Nuk e di, Fredi, e kam shumë të vështirë nga që jam larg edhe duke qenë larg nuk arrin që t'i kuptosh gjërat. Po unë di vetëm një gjë që Rama, bile se në këto ditët e fundit bëra edhe një shkrim për idenë e shtetit Bektacian, ku tregoja deklaratat e Ramës, deklaratën e tij në OKB e tjerë. Dhe në këtë shkrimin tim, domethënë unë arrija në konkluzion që brapa idesë së këtij shteti qëndron Izraeli dhe ideja ishte që Izraeli duke nisur precedentin e krijimit të shteteve fetare me Shqipërinë kërkonte që të kishte një precedent për të ndarë Sirinë më tej, për të krijuar një shtet duruzësh. Dhe në shkrimin tim domethënë unë përmendja edhe origjinën minoritare të Ramës. Rama është vllahu katolik, edhe thoja që ndoshta Edhe ortodoks, i ka 3, domethënë vllat janë ortodoks, po edhe nga nëna, baban e ka pasur vlla, kurse nënën e ka ortodokse nga Vunoj. Nga Bregu, nga Bregdeti, po. Fshati Vunoj është fshat shumë patriotik dhe me ndjenja të forta kombëtare. Vunoj po, ky me sa unë kuptoj ka marrë nga Kristaqi edhe ndoshta domethënë se unë shoh dhe nuk arri domethënë dot që të kuptoj këtë urrëtitjen që Rama ka kundër shqiptarit edhe në veçanti kundër shqiptarit musliman dhe domethënë trajtoja edhe këtë çështjen e separatizmit që ky po do të ndisi dhe domethënë unë arrija në një farë konkluzioni që ky domethënë duke me këtë urrëtitjen që ka për Shqipërinë e shqiptarët, i përmendë shumë mirë edhe rastin që ai urrente nonën e vet domethënë. E linte nonën e vet që kur ai i kishte lekët i priste me gërshër, nona vet s'kishte lekë dhe shkonte te Gabi. Edhe arri në konkluzion që ky është, domethënë, me gjithë çmimet që i ka dhënë, kuptonti, këtë e dekoroi Deborah Lipstadt, ajo shtriga e ndyrë që Bideni bëri ambasadore kundër antisemitizmit. Nuk e di në e di historinë e Deborah Lipstadtit. Deborah Lipstadti është, si themun ty, si Nexhmia Hoxha në komunizmit, apo është ajo shtriga e zionizmit ndërkombëtar, është ajo që burgosi David Irving, atë historianin britanik domethënë, për librat që ai shkroi domethënë ku vinte në pyetje e Holokaustit. Dhe kur vet Deborah Lipstadt, që është një nga kokat e zionizmit ndërkombëtar, e merr këtë në SBA, jep çmim për antisemitizmin. Kur këti jep çmim Isaac Herzoglu, ju tregohet që është një njeri me mision. Ky është agent. Domethënë ky është agent i zionizmit ndërkombëtar. Ky ka pranuar që të bëjë lojën e tyre dhe për lojën e tyre, ky person që nuk donte non edhe bab, besoj ti e di akuzat që ky ka pa të bërë për Kristaqin. Paktën ato që ka botuar Merobaze te Tema që akuzonte Kristaqin për gjona që nuk duhet edhe ti përmend këtu, domethënë një njeri që s'ka dashur non e bab është personi duhur i zionizmit për ta sjellë pushtet, për të shkatruar një vend. Ky është Zelenski. Domethënë ky është 100% Zelenski. Ashtu sikur Zelenski e dogji Ukrainën, e shkatroi, vrau, nuk e di unë sa ka vrarë, 1 milion ukrainas, e rrafshoi vendin, ja shkatroi ekonominë, popullin, çdo gjë dhe qëndron pushtet aty, nga që e mbajnë elitat zioniste ndërkombëtare. Ky është Zelenski numër 2. Domethënë ky është një njeri pa din pa iman. Dhe arsyeja pse në kohën e pushtetit të Bidenit u krijua ky spaku në Shqipëri dhe ambasadorët amerikanë ishin kaq të zellshëm, sikur e përmendë edhe ti, për të burgosur të dy udhëheqësit e opozitës në Shqipëri, nga Sali Berisha te Ilir Meta, që do thotë zhdukja e opozitës, tregon që ky është një njeri shumë i rëndësishëm për projektet e zionizmit ndërkombëtar. Domethënë amerikanët çfarë bën? Me atë shpallje non grata që i bën Sali Berishës, ata
e shpallën Sali Berishën, sigur tjetë Ismail Hania, apo Hasan Nasrallah i Hizbullahit, e shpallën terrorist. Dhe, çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që zionizmi ndërkombëtar ka aq shumë interese ta ky person, dhe ky person është duke bërë gjëra aq të tmerrshme kundër shqiptarëve dhe pro zionizmit, që ata nuk kanë lënë gur pa lëvizur që ky njeri të rizidhet. Pra për mua ky është një nga njerëzit më të rrezikshëm në historinë e shtetit shqiptar, që kur u krijua ky shtet, ky është edhe më i rrezikshëm se sa Koçi Xhoxhe, që donte ta bënte Shqipërinë Republikë të shtatë të Jugosllavisë. Ky është më i rrezikshëm se sa Fanoli, që donte ta bashkonte Shqipërinë me Kominternin edhe Internacionalin Bolshevike. Ky është edhe më i fashpirt dhe më kriminal se sa Enver Hoxha. Domethënë, por muhabeti shqiptarët nuk e kuptojnë se çfarë ndodh, sepse ky është duke i vrarë shqiptarët në mënyrë të avashtë. Sigur përmenda punën e rritjes taksave, gjobave, shtrëngtimi i jetës, sepse Fredi ka dy mënyra, besoj e ke para të filmin Zeitgeist, që është lëshuar para disa vitesh, ku tregon ai drejtori i Bankës Botërore, që thotë ka dy mënyra se si pushtohen shtetet. Një pushtohen me ushtri, tjetra pushtohet me bankë. Po pushtrimi me ushtri, thotë, është shumë i vështirë, ka kosto, duhet çuar ushtar, vriten njerëz, kurse pushtimi me bankë thotë është më i mirë, thotë, sepse neve i fusim vendet nëpër borxhe dhe nëpërmjet borxhit ne i kthejmë ato në sklevrit tanë. Amerikanët, përpara disa vitesh, kur u merja me çështjen ujgure, ishin shumë të shqetësuar dhe kur sulmonin Kinën, e sulmonin Kinën sepse thonin Kina po luan me strategjinë që quhet debt trap, apo kurthi i borxhit, nga që amerikanët e kanë bërë vetë, britanikët e kanë bërë vetë. Britanikët për shembull, kur kanë kolonizuar botën nga Malajzia ku unë jam këtu, deri në Afrikë, deri në Amerikë, kur i kolonizonin popujt, në shumicën e rasteve, i kolonizonin nëpërmjet borxhit. Shkonin te një sultan, shkonin te një kryetar fisi, i thonin do t'japim kuaj, do t'japim armë, do t'japim këtë dhe atë, dhe në shkëmbim ti na jep tokat e tua. Kështu është se si u kolonizua Kanada. Për shembull, kur dikush viziton Kanadan, emrat që kanë qytetet e Kanadas, që nga Manitoba, Toronto, Oshawa, Ottawa, këto janë gjitha fise, emra fisesh indiane. Dhe këto toka i vodhën britanikët, duke i futur në përborgje, duke i korruptuar indianët. Dhe indianët, nga që nuk e kuptonin rëndësinë dhe mënyrën se si funksionon ky kapitalizmi britanik, i dhanë fronat e tyre. Dhe sot kur shkon në Kanada, indianët janë nëpër rezervate dhe nuk dalin dot nga rezervatet. I vajnë kanadezët e mbyllin nëpër rezervate. Dhe Rama këtë gjë po i bën shqiptarëve me zionistët. Shqiptarëve po i vidhen pronat, ju përmendët që nga ajo ania që prodhon energji, që nuk prodhon energji dhe ky jep para, borxhet e mëdha që ky fut popullin në çdo moment. Do të kujtojmë diçka që para 3-4 vitesh, nëse jam gabim, pasi Rama erdhi në pushtet, gjë e parë që Rama bëri është që borxhin kombëtar të Shqipërisë ja shiti kompanisë Rothschildve të Francës. Domethënë, ai uji që keni ju në tavolinë, Fredi, I vari ujkut mëlçit në qafë. ai uji që keti në tavolinë, kur blen shqiptari atë ujin, kur blen buk, kur blen mish, kur blen çdo gjë, një pjesë asaj që ne paguajmë i shkon zionistëve, Rothschildve. Domethënë, ky i ka dhënë gjithë buxhetin shtetëror të Shqipërisë, i ka dhënë. Dëgjoj Fredi, se dua ta përmend për ata që na shohin. Kjo nuk është teori konspirative. Miq, hyni në Google, internet, edhe kërkoni who manages the national debt of Albania. Kush e menaxhon borxhin kombëtar të Shqipërisë? Është familja e Rothschildve. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që Rama e ka kthyer Shqipërinë sikur u kthye perandoria osmane në vitin 1779, kur Sultan Abdulhamiti asaj kohe, nga që ai mori një perandori të zhytur në borxhe, nga që Sultan Abdulmexhidi budallaj gjatë luftës të Krimës e bindën Rothschildët që të hynte në borxh,
ke vëllezërit Rothschild Londrës dhe arriti që nga viti 1854 deri në 1879 shteti Osman borxhi ju pesfishua dhe çfarë ndodhi është që Osmanët nuk kishin me lek paguanin borxhin. Edhe çfarë i bën Rothschildët, Osmanëve, i morën gjithë doganat e tyre. Dhe ti në perandorinë osmane ti po t'ishe në Vlorë, në Shkodër, në Selanik, në Janin, do bleje fjala bie një piano, do bleje një Ford nga Amerika, do bleje një biçiklet, një pjesë të paras që të kësaj vlere që do bëhet ti do u taksoje dhe nëpërmjet asaj që quhet dete otoman apo borxhi osman, ju morën doganat osmanëve dhe parat i shkonin çifutëve të Londrës. E njëjta gjë ka ndodhur shqiptarëve sot. Kur një shqiptar fjala bie blen një kile mish nga Brazili, po e zëm kilën e mishit po e blem ne nga Brazili me 1 euro, ne do taksohemi në dogan, po e zëm do taksohemi ku dëgjon, 20% a 50%. Kjo kile mishi nga 1 euro do shkoj 1,50 dhe te kjo 50-ja unë nuk e di se sa kanë përqind euro shindot, po ja pus kot, ty mund të shkoj nga ky 50 cent, mund të shkoj deri në 20 cent që shkon në xhepin e Rothschildëve. Pra, shqiptarët sot, si ata idiotët patronazhist, si ata katundarët e fierit e të labërisë që votojnë Ramon, dashje pa dashje, janë kthyer në kavje eksperimentale që u thithet gjaku dhe punojnë për një familje e cila jeton në Franca, në Evropa, ku e diun ku fshihen ata, që kanë sjell këtë vojvodën e tyre këtu në Shqipëri, i cili i gënjen e i thot do t'i çojmë në Evropë, dhe ky ka drejtë se për t'i çuar në Evropë i ka çuar shqiptarët se ky duke e varfëruar vendin i ka detyruar shqiptarët që t'ikin. Dhe tani me këto votime që u bën, do kemi akoma më shumë zbrazje të Shqipërisë. Dhe zionistët këtë duan, se këta këtë bën me indianët aborigjen të Amerikës. Çfarë bënin britanikët? Merrnin tokat më të mira, merrnin vendet ku ishin liçene, ku ishin lumej, ku kishte peshk, ku kishte minerale, dhe i shtynin indianët, i thonin shkoni rrini tek ai mali aty. Bile si jepshin edhe lek, i thonin që japim neve ca lek, shkoni rrini aty në rezervat. Deri sot e kësaj dite, Kanadaja e ka me ligj për indianët aborigjen, nuk i lejojnë që dalin nga rezervatet. I majnë për rezervatet e tyre, japin $3,000 në muaj lek, po i thonë, ju nuk do t'ini nga rezervati. Dhe çfarë ka rezervati nën tokë, i takon qeverisë kanadeze. Domethënë, fjala bie, nëse ne jemi indianë aborigjen dhe na marrin britanikët Shqipërinë dhe na dëbojnë fjala bie, na heqin nga Shqipëria, na çojnë malet e Krujës, do na lënë që të rrim aty, nuk na lënë të zbresim Tiranë dhe na thonë çfarë ka nën toka e Krujës, nuk ju takon juve, po na takon neve. Dhe kjo është ajo që po i ndodh Shqipërisë. Domethënë, Rama me zionistët e tij po rrisin inflacionin, aty është papunësi, aty është tmerr, dhe shive për shqiptarët është më mirë të jetojnë në Perëndim se sa të jetojnë në Shqipëri, sepse në Londër, në Gjermani, unë isha në Gjermani, domethënë përpara 2-3 muajsh, janë më lirë ushqimet Fredi se sa në Shqipëri. Se 1 kile domate fjala bie që ti e blen në Gjermani, e blen ku dëgjon me 1 euro, Shqipëri do ta blesh me 2 euro, sepse Rama e takson produktin që në burim. Po pse e bën Rama këtë gjë? Se shqiptarët këtu sa herë pyesin veten, ure pse kanë shtrenjta çmimet. Janë të shtrenjta sepse ata që kanë sjellë Ramën duan të pinë gjakun top. Dhe ne kemi 2 opsione, ose rri aty në Shqipëri dhe tha zorrën, ose për ndryshe, po nuk thave zorrën, shit drog, po shitet drog, ai shpall kriminalet fut në burit, bile konfiskojnë edhe shtëpinë tënde, që ti e ke ndërtuar me gjak që 1990-ën, se thotë i ke bërë legët me lek krimi edhe të hedhë edhe më rrugë. Ose opsioni tjetër, shko puno hamal në Gjermani, pastro halep në Kanada, shko puno në supermarket, sigur kanë përfunduar shumë shqiptar që pastrojnë supermarketet Amerikës, pra ik bëu sklav aty, dhe vendin tënë ma lënë mua, dhe ne pra grupi bankierëve që kemi sjellë Ramën, neve po ua blejmë juve vendin. Sepse, dëgjoj,
Kur unë në panesën time në Durrës, përpara 10 viteve, paguaja 2.000 lekë në muaj taks. Tani unë paguaj 8.000 lekë apo 10.000 lekë. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që është një fuqi e padukshme, e cila muaj për muaj, nga xhepi im, më vjen $10. Po sa veta janë si puna ime? Mund të jenë 100.000 veta, 1 milion veta. Vetëm me taks, Dhe, se ka me qindra taksa të tjera. Po, unë po jap këtë lloj takse, se domethënë ti taksohesh në çdo aspekt. Taksa Ti taksohesh për e domate, televizorit, taksa e gjelbërimit, taksa ajo e ujit, e dritave, dritat dhe ujit janë nga Zoti, vin nga uji që si e Zoti, hidrocentralet kanë një kosto të caktuar, të cilat janë shlyer me qindra mijëra herë nga njerëzit. Këta vazhdojnë të marrin akoma. Nga çmimi i naftës, nafta Shqipëria mbas Rumanisë më duket në Evropë është vendi më prodhuesi i naftës, ndoshta për frymë banorësh mund të jemi vendi i parë në Evropë dhe ne kemi naftën më të shtrenjtë dhe edhe Partia Demokratike i shtrentoi, vinin lloj-lloj taksash mbi naftën, lloj-lloj akcizash, edhe këta po ashtu, megjithëse premtovi ky që do t'i ul taksat e naftës, ne e blejmë naftën më shtrenjtë se Kosova që s'ka naftë, ne e blejmë naftën më shtrenjtë se Maqedonia që s'ka naftë, ne e blejmë më shtrenjtë se Greqia që s'ka naftë, ne e blejmë më shtrenjtë se gjithë vendet e rajonit dhe se Serbia po e po. Edhe është e tmerrshme dhe e pa justifikueshme. Dhe delet vene dhe ajo s'u premtoi asnjë gjë. Tash i bën çat doj, se thot, ju kam thënë ndonjë gjë, unë thot që s'do ta bëj këtë. Jo, tash do ta bëj, thot, se kjo është plani im, thot. Ju s'më pyetët. Ky dilte dhe ju theshte, ju nguliste porno kulturën. I theshte, unë fitova se më nxorën këta me allatet jashtë. Hyni në internet, shikojeni, atje në Dibër i theshin kjo gruaja, një kandidate atje, dhe tërburat me qeleshe atje, kjo gruaja, kjo kandidate është ndarë nga buri, si dhe këtë këtu ja bënde, këto na duen neve ja bënde, këto na duen. Pra, ku do nxiti një porno kultur në të gjithë fjalët e veta. Ose rinte dhe ja bënde, ju atje, ti ore vajte që atje nga smove ata, që të erduar trokisnin. Do më kjo është gjithë dytirambi i Ramës për një muaj gjatë fushatës. Mertet ca çupka të vogla, ca adoleshente, ca zegjine, ku e di unë se që janë zegjine, ca budallaqka që dërdëllisin kotë. Gjente putana rrugëve. Edhe ferma e kafshëve për para, ju bënde nga një spektakl, nga këto shakate kripurat të duqës, e të tëre duar trokisnin, para 4 vjetësh e 8 vjetësh me daule, me dajre dilte, dohen komplet talje trapi me këtë popull. Të paktën, se duhet të thënë e vërteta, Berisha nuk shavi njeri, nuk ofendovi, Rama kështë e gjuhë ofenduse, bufat, gjarprintë, neperkat, këneta, Berisha nuk e ofendovi, ishte më serios, Partia Demokratike doli me një projekt, tha do të ketë 20% shtim të pagës minimale të pensionit, do ketë 3 fishim të buxhetit për bujqësinë, subvencionimit për bujqësinë, pra bujqësia në qoftë se do realizoheshë ky projekt, do të rriste peshën e vetë në GDP-n kombëtare, sepse mban peshë vetëm 20%. Tokat e shqiptarëve rinë të papunuara, janë të paorganizuara. Shumë prodhime të shqiptarëve idhen sepse ata nuk kanë subvencionim, ashtu siç kanë vendet e tjera rreth rrotull rajonit edhe vendeve të tjera të botës, nga ne eksportojmë prodhime produkte bujqësore dhe ata na i sjellin ne me çmime më të lira dhe na konkurrojnë dhe fshatarët tanë me gjithë ato investime që kanë bërë, ju shkon investimi zero duke jedhur nëpër kanale, domate, patate, kur ato me pak investim, sepse ata nuk duan të shesin me humbje, ato me pak investim kalojnë, ulin vlerën më shumë se sa mallrat e huaja në dogan dhe askush nuk i sjell me mallrat e huaja, po do shiten në fillim produktet shqiptare. Kur mbarojnë produktet shqiptare, mund të shiten produktet e tjera të huaja me çmime pak më të larta. Po për këtë ka nevojë që shteti të nxitë këto frigoriferët e mëdhenj të bëhen në këto zonat ku ka fusha në vendin tonë, siç është Zadrima në Shkodër, siç është
si që janë fushat e Delvinës, poshtë të Sarandës, Vrinë, Mursi, Korça, Myzeqeja, Korça, Devolli, Kolonja, Plaja Kolonjës. Ka shumë vende që duhet të kenë ambar të mëdhenj frigoriferik për të mbajtur dhe frutat, dhe zarzavatet, dhe produktet e tjera blegtorale. Duhet të ndihmohet blegtoria, mos ikin të rinjt shqiptar të fshatrave në emigracion, por të prodhojnë këtu, të rritin, të mbarshtrojnë kafshët blegtorale dhe të rritin prodhimin e mishit. Ja si të vi mishi nga Brazili këtu dhe nga Argentina, është turp. Të vinë produktet blegtorale nga Italia, Koset, nga Greqia, nga Zvicra. Pse? Sepse shqiptarët, në qoftë se ti nuk ndjek dot politikë proteksioniste në dogana ku ti taksosh këto mallra për të mbrojtur produktet vendase, dhe këto limona, çfarë quajnë këto, mandarina, ullinje, portokalle. Të vinë këtu portokallet grek, këtu mund të bëhet nami me portokalle dhe ka nevojë të shesim jashtë sa duash, vetëm duhet rritur pak cilësia. Kiwi, është turpi madh të blejmë në kiwi, është turpi madh të blejmë avokado, se gjithë jugu i Shqipërisë mund të mbillet me avokado. Fredi, nëse mban mend, në kohën e komunizmit, kur ishim shkollë të mesme, që mësonim këtë historinë marksiste, në atë kohë ishte edhe kjo kritika e marksizmit ndaj tregtarëve latifondist. Jo latifondist, ka qenë një term. Ta tregtarët, domethënë këta kapitalistët e Amerikës Latine, siç ka qenë një term që përdorin marksistët, të cilët kishin interes që vetëm të importonin gjëra dhe mos të zhvillonin tregun brëndas. E mban mend termin kush ka qenë? S'më kujtohet. Ka qenë një term domethënë që përdorin te marksizmi dhe në kritikën marksiste që i bëi Amerikës Latine, si quajmë, si ka qenë një term e harrova, po ishte ideja që amerikanët çfarë bën, zhvilluan në Amerikën Latine këtë borgjezin e cila merrej vetëm me importimin e mallrave dhe nuk lejonte tregun e brendshëm që zhvillohej. Edhe dua të them që të njëjtën politikë kanë ndjekur edhe Rama dhe padronet e tij, po kjo politikë nuk nisi me Ramën. Që të jemi të sinqert, nisi me Berishën, me Gramos Pashkun. Ishte Gramos Pashku, i cili dha atëherë sloganin. Rama pati atë Artur Finkelsteinin, ai dha gjithë të teoritë dhe ai ka lënë disa çifut të tjerë që rinë pranë Ramës e japin këto linjat kryesore. Rama kur spirte për nënën e për baban edhe për Gregorin nuk e ka qarë kokën shumë. Më falë, se ai çdo gjë që thon ata, ja u jep tyre ministrit financave ose një nga arsyet që u godit Arben Ahmetaj, është edhe kjo, Arben Ahmetaj mund të ketë mëkate sa duash për pjesën e vet, nuk marr përsipër ta mbroj, ashtu si nuk mbroj askënd, por Arben Ahmetaj ishte një kockë fort për këta lobin çifut dhe me sa dukej mund të kishte një çika të dellin e nacionalist të labit, edhe nuk pranonte që këta t'i fusnin kthetrat në ekonominë tonë dhe ishte bërë pengesë për ta. Dhe kjo mund ka përmendur Arben Ahmeti shumë incidente të tilla. Biletmi e përmendi me këtë Ditmir Bushatin. Për çfarë ishte fjala? E mban mend që tha i thash Ditmir Lore çapo do Arben Ahmeta në fakt është atje ku Kabala dhe këta çifutët janë shumë të fortë në Zvicër, edhe nuk del drejt për drejt në këtë temë sepse ka frikë për jetën e vet, por unë mendoj që një nga arsyet që u godit për Ramës ishte sepse ai nuk linte Ramën të prishte ekonominë, të shpartallonte ekonominë dhe ta vithe me marsh galopant dhe ta shiste këtuajt. Unë kështu e shikoj atë konfliktin Rama Ahmetaj, sepse nuk kam pasur asnjë arsye tjetër pse ata të prisheshin. Jam dakord, Fredi, dhe domethënë kjo është fatkeqësia e Shqipërisë, sigur po thonim, unë për mendimin tim kam që Rama ndoshta edhe nuk i kupton këtë gjëra që bën. Ndoshta thjesht ja japin, por që doja ta përmbledhja është që ky shkatrimi i Shqipërisë faktikisht nisi që në vitin 91 me Gramos Pashkun, me teorinë e çekut të bardhë, kur atëherë Gramozi, domethënë
dhe amerikanët i thanë Berishës se duhet shkatërrosh çdo gjë. Se duhet kujtojmë këtë gjë që në kohën e komunizmit Shqipëria ishte shtet që përmbushte nevojat e veta. Ne prodhonim që nga shkrepset deri te çizmet, që nga traktorët deri te pushimet tona. Kuptohet që nuk ishin cilësi e mirë, por ishim shtet i pavarur nga ana ekonomike. Sikur tranzicioni nga komunizmi në kapitalizëm në Shqipëri kishte bërë sipas versionit jugoslav, ku të ishin ruajtur fabrikat, uzinat, kombinatet, Shqipëria do të ishte Zvicra e Evropës. Por amerikanët ndoqën terapi shok që ata e implementuan edhe në Kosovë pas ndërhyrjes së NATO-s në 1999, sepse e njëjta gjë që ndodhi në Shqipëri ndodhi edhe në Kosovë në 99-ën. Edhe në ushtrit të njëjtin gjë. Edhe në ushtrit të njëjtin gjë, terapi shok. Edhe në ushtrit ku hajnat e Kosovës shkuan dhe shkatruan uzinat e Gjakovës, ku shkatruan uzinat e pijeve. Në Gjakov prodhoshin goma për makina vlla. Domethënë Kosova ishte si Tajlanda. Prodhonte çdo gjë, kishte fabrika, kishte punishte, prodhonin komposto, prodhonin pije, përpunonin ushqime, prodhonin rroba, u shkatruan. Dhe i morën shumë nga këta cupat që amerikanët sollën më pas. Dhe hapi dytë këtu ka qenë hapja e firmave piramidale nga CIA, që rëzoja të pjesë të ekonomisë që kishte filluar të ndërtonte VEFA me këto privatizimet e këtyre punishteve të vjetra që kishin ngelur. VEFA dhe Vebi Alimuçaj nuk funksiononin mbi si firma piramidale, ishin firma që kishin hyrë në ekonominë e tregut dhe po punonin. Pavarësisht se ishin ato dalndyshet e para dhe ndoshta edhe të lidhura pak me partinë, me pushtetin e Partisë Demokratike, po VEFA nxiteshe dhe mbështeteshe që të punësonte njerëzit, të rriste ekonominë shqiptare. Mirë po pasaj futën firmat piramidale, hyrin në fillim ai popullit, ai që kishte Kamberi, Xhaferi. Dhe pasaj me radhë familja e këtyre, pasaj filloi VEFA e këto kompanitë e tjera që u hapën dhe shqiptarët budallën kujtuan se u bë deti kos dhe filluan të kërkonin lugë për të ngranë. Unë tërmiq dhe mi i këshillonja, i thesha mos syni në këtë lojë sepse do përfundoni keq. Është një aventurë që nuk e ka të gjatë. Mirë po nuk dëgjonin. Në atë kohë ishin mbyllur bankat, Partia Demokratike ngelin në batak sepse nuk e kapi shpejt këta dhe Berishës ju dukën si oshte në fillim sepse filluan të zhvillonin ekonominë, mirë po nuk e kuptonte se ata që linin brenda aty kapitalin e tyre ishin më shumë se sa ata që merrnin dhe që bënin ndonjë nga përfitimet ndonjë diçka. Polsi. Ndërsa sulmi i tretë që unë do thoja është sulmi që ka ardhur tani në regjimin e Ramës, i cili quhet kontrolli i pasurisë. Domethënë, dëgjoj, duhet ta pranojmë një gjë. Shqipëria, infrastruktura e saj komuniste, domethënë ekonomike, u shkatrua me rënien e komunizmit, e shkatruan amerikanët. Edhe nuk ishte vetëm në Shqipëri që ndodhi shkatrimi, ata e bën gjithë Evropën lindore. Që nga Rusia edhe deri në Rumani dhe në Shqipëri. Por, çfarë ndodhi është një gjë tjetër që, se po kam ca miza këtu nga që jam balkon, çfarë ndodhi është që ndërsa shqiptarët u lanë pa punë, shqiptarët si një racë që ka qenë historikisht racë luftarake, shqiptarët bën lloj punërash në perëndim dhe u pasuruan. Fjala bie, unë jam shqiptar nga Myzeqeja, unë kam jetuar në Zvicër, kam bërë çka kam bërë $1 milion. Me kontrollin e pasurisë që këta kanë sjellur. Ta duan që të jenë sigurt që Shqipëria nuk do të zhvillohet kurrë. Unë si një shqiptar që kam bërë $1 milion, i kam bërë si i kam bërë, nëse unë këto lek i çojnë në Amerikë, nëse unë këto lek i çojnë në Zvicër, nëse unë këto lek i çojnë në Kanada, i lejojnë. Kurse po ti sjell në Shqipëri, mi konfiskojnë. Edhe çfarë është kjo? Kjo është një agent e pastër e cila kërkon të bllokojë zhvillimin e Shqipërisë. Ti e di besoj më mirë se sa unë që Izraeli është kazinoja më e madhe e pastrimit parave në botë. Domethënë gjithë hajdutrit amerikanë, kanadezë janë, lekët e tyre ku i pastrojnë Izrael. Izraeli thotë cilin të bëri përshtypje vajti dhe kjo zëvendës kryeministri Balluku vajti në Izrael me këtë rabinin.
para zgjedhjeve, mos gaboj ka qenë, domethënë mu duk një vizitë e çuditshme, nuk e kuptova çfarë deshte ajo që vajti aty. I marrin, japin instruksione, i thonë do bëni këtë atë. Shqipëria është kthyer në pas të zionizmit ndërkombëtar. Zonjën Balluku e kanë thirrur shpeshherë dhe këtu në SPAK dhe mos i bëhet ndonjë presion nëpërmjet SPAK-ut që të vej ande dhe të bëj ndonjë punë ande nga Izraeli me këta, se ju e thatë që është një kazino e madhe. Këta të SPAK-ut kanë vepruar me qira fjala, kanë vepruar plotësisht si violinë e dytë e qeverisë, ka qenë një dyshe ky Domani me Ramën, që kanë dhënë këtë kontribut që Shqipëria të arrinte në këtë lloj monopolizimit të politikës, ndërsa ne që na dhimbë se të ky vend dhe që nuk kemi interesa pushteti, ne që flasim këtu Olsi, ne duam të paktën politikën oligopol, se është një e keqe më e vogël se sa monopol. Dihet si në ekonomi, ku ka oligopol, ka një çik zhvillim më shumë. Dhe na akuzojnë sikur jemi palë dhe duhet të akuzojmë këtij që ju vot lopa, pse nuk e rojti. Ndërsa ai që e vodi lopën me lloj-lloj mënyrash, ne nuk duhet të themi asnjë fjalë. Ajo që po na bie në sy është që Rama me sa duket e ka ndruar trashëgimtarin e vet që mendoheshe se ishte Veliaj, por qysh në momentin që ai aprovi Blendi Gonxhën, unë e kam thënë në disa dalje që ky do të jetë trashëgimtari dhe nuk do jetë kandidat për kryetar bashkie. Veliaj sigurisht nuk e kam parashikuar që ai do të arrestohej, por kam parashikuar që në zgjedhjet normale të bashkive, Partia Socialiste do kandidonte këtë ministrin tashit Blendi Gonxhë. Dhe duket që ati po i japet rruga, ndoshta Rama kërkon të vendos pa mbaruar mandatin nëse e kthen Shqipërinë në Republikë Presidenciale, ndoshta Spiro Palin, një grua dhe ndoshta këta do ta lërë si trashëgimtar dhe vetë të bëhet president. Olsi, unë mendoj ta mbyllim këtu bisedën, sepse dhe nga regjia po më njoftojnë që s'ka më kohë. Të falenderoj për bisedën, në qoftë se ke ndonjë diçka të shkurtër për të thënë, është fjala për ju, Olsi. Predi, faleminderit shumë. Do shohim se çfarë do të sjellë e ardhmja. Megjithatë, sigur thot populli ynë, sigur duken bathët, punët nuk duken mirë. Po, Allahu e ruaj Shqipërinë edhe bëft ymër që edhe shqiptarët e Shqipërinë, domethënë edhe bëft ymër që kjo elitë e korruptuar, kriminalësh edhe zionistësh, që hiqin qafë e Shqipërisë. Sepse Shqipëria është një nga vendet më të bukura që ka krijuar Allahu në planetin tonë. Shqiptarët në përgjithësi janë popull i mirë. Kuptohet që ky tranzicioni i ka lodhur, i ka futur në lloj-lloj problemesh, po në përgjithësi janë një nga popujt më të mirë dhe nuk, domethënë është krim që ti shkatërrosh Shqipërinë e shqiptarët edhe ti kthesh shqiptarët në palestinezët e Evropës. Më tregonte, do të tregoj një histori të vogël që dje isha në një kafe dhe më tregovi një person nga Fjeri që ishte martuar me një belge, rreth moshës 70 vjeç. E takova rastësisht, nuk e njihja me ca shokët e mi në plazh, edhe i thash, kjo është gruaja ime, tha, kemi bler një shtëpi këtu dhe kemi ardhur këtu, tha, kjo është shumë e lumtur. I thash, po si vendosi? Po e kishte me dy mendje, tha, erdhi këtu, ul në kafe këtu. Ishte një gjatë periudhës së dimrit ku nuk kishte shumë njerëz atje, pak njerëz ka kafja, dhe ishin njëshin dhe këta banorët e pakët që e pan aty me këtë dalloheshe kjo që ishte vuaj. I dëgjuan duke folur frëngjisht me njëri tjetrin aty në tavolinë, edhe filluan nga të gjitha tavolinat, pasi u tha ky zoti lokalit që ky miku tim e ka gruan e vet, është belge, kanë ardhur me dy mendje të jetojnë këtu, dhe nga të gjitha tavolinat ju vajti nga një porosi për të pirë diçka dhe asaj i dukeshe një gjë e jashtëzakonshme dhe pyeti burrin e vet, i tha, po këta nga sa lek marrin? I tha se ishin moshuar, i tha, po këta pensionistë janë marrin nga 150-200 euro, i tha, në muaj, po si ka mundësi që këta na qirasin ne? Po qiras shpirti, i tha, shqiptarët kanë shpirt të madh, tha, nuk janë si juve belgët atje të ftohtë.
edhe më tregoi edhe diçka tjetër. Ky kishte një djalë atje në Belgjik, edhe kjo kishte me grua, me familjet e vjetra që kishin pasur, dhe kjo kishte 2 djem. Djali im tha na vjen, tha, na shikon javë për javë, në fundjavë, tha, ka raste edhe 2 herë në javë. Fëmijët e asaj që janë më afër, tha, vinë 2 herë në vit, tha, vetëm kur është festa e nënës, tha, që i dhurojnë diçka, dhe për vit të ri, tha. Pra, shikoni çfarë popull i mirë dhe i dashur jemi ne shqiptarët. Mirë, po e mbyllim këtu nga unë Alfred Sako. Natën e mirë, mos harroni t'i bëni subscribe kanalit, ju na ndihmoni ne ju ndihmojmë ju. Miru pafshim në emisionin e nesër.